Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 4 prill të 2025. Duket se si ditë e premte ka ndikime të mira, jo problematike mund thosha, por kërkohet dhe kujdes. Pse? Kërkohet kujdes. Do thotë që Mërkuri në retrograd nga Peshqit takohet me nyjen veriore të hënës, karma, në lidhje me ndryshimet dhe kohën e së shkuarës. Kjo do të thotë aspekte dhe ndikime të mëdha që kanë bënë me të kaluarën tonë. Ne mund të shohim se ku mund të kemi pasur bllokime, probleme dhe të zgjidhim. Por në çfarë duhet të ndryshojmë për të pasur biseda në lidhje të kënaqshme. Bëhet fjalë për ndikime të mëdha, duhet të kenë kujdes. Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari, Peshqit, Rridiqit e të jetë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo do të thotë që është një mundësi në rishikimet e gjërave, por nëse keni mundësi, bëni pa kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh, por rishikoni që të dilni faqebar në atë që do të bëni. Por gjithashtu është një periudhë e artë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ndryshimin, lidhet shumë me anën pozitive, por kjo vjen me kohën, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të fundjavës, të ditës së premte, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duhet klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që juve zgjidhni. Duke zgjidhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, atje plotësoni atë dritare, duke e keni zgjedhur paketën, çdo parashikimi, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe juve dëshironi të dërgoni mesazh në kohën që jemi live. Atëherë, pikërisht tek ky butoni këtu, e klikoni, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha, bëni share faqes dhe jeni gati për të dërguar mesazhet. E kemi plus, pra, kur duke bërë këto gjëra, merrni dhe parashikimi pastaj për mesazhet që bëni, u lexojmë live. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, shenja e dashit. Për sa përket juve të kësaj shenje, ka një mundësi që do i keni në anën tuaj për sa përket punës aktuale, për sa përket ndryshimit që do të keni. Me ndryshimin më tepër e keni ju, sepse kjo lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me ekonominë, por gjithsesi, unë them që nuk ka vend për të shqetësuar, sepse dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Kjo ka të bëjnë me çështjet që komunikimi dhe aftësitë shpirtërore. Miqtë e mi, duke reflektuar mbi të kaluarën tonë, mund të shohim se ku mund të kemi pasur ndikime apo probleme. Me kjo, duke dëgjuar anën tonë të brendshme, do kuptojmë shumë gjëra për të ardhmen tonë dhe çfarë neve duam të rregullojmë. Është pikërisht kjo periudhë mjaft e mirë, kjo ditë, prandaj vini pas, mos e vini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe luan duke të para. Vijojmë tek shenja radhës, që është Demi. Për sa përket shenjës së Demit, Demi duket se ka një botkuptim të brendshëm tani në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, dhe kjo do të thotë që po, është një mundësi si shej tokë që jeni, kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me disa ndryshime shumë të mëdha, por Saturni tek Peshqit, që formon një gjashtkëndësh, është produktiv me Urani në shenjën tuaj, ku ka të bëjë veçanërisht shumë pozitiv, që mundson ndryshimet dhe duke vendosur një rregull në vështirësi që keni kaluar dhe në çështjet praktike. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi dhe çështjet mjaft të mira pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Dem të ditësh parë dhe me Akrep të ditësh tretë është perfekta. Vijojmë tek shenja radhës që janë binjakët. Për sa përket binjakëve,
Për binjakët duket se, dhe mund të themi për ditën e sotme, edhe si ditë fundjavë, mund të themi ditë premte, është një mundësi që të bëhet bisedime. Bisedime mund bëhen mbas dite, sepse dhe ju ju ndihmon shumë në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin e madh që mund të keni, sepse duke pasur parasysh tani në këtë periudhë, është një periudhë që kërkoni më tepër autonomi, kërkoni më tepër të jeni vetë pronar në puna të ndryshme. Të diçit të tretë shenjës binjakëve do të keni kujdesshëm sepse ka të bëjnë me diçka në çështjet e punës suaj, por edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me vendime të rëndësishme. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë për të bërë ndryshimin e duhur, për të parë se çfarë do të bëni në këtë drejtim. Megjithatë, është dhe një moment shumë i mirë tani ku gjërat janë në anën tuaj, edhe pse duken të vështira, po nuk ka diçka këtu për të shqetësuar për një mijë arsye, sepse ka të bëjë shumë edhe me ndryshimin, edhe me takimin që bëni, sepse gjithmonë pikërisht kjo ditë dhe dita premte u jep mundësi për të zgjidhur problemin, çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet të duket se kanë një mundësi tani ku Saturni tek peshqit do të thotë ndryshime, aftësi në vendosmëri, mundësi në çështje pune, një lajm shumë të mirë që e merrni juve të kësaj shenje, të dhjetëçit të tretë, që prekeni pozitivisht në ditën e sotme, ku është një mundësi, është një moment i artë në lidhje me takime, në lidhje me vendime që do të merrni, por vendime historike për punën tuaj, sepse nga tani fillojnë gjërat të rregullohen anë ekonomike juaja. Në çështje shpirtërore, lidhjet e reja kanë të bëjnë shumë me anën e biznesit dhe me karrierë. Në ndikime të mëdha dhe gjërat që janë mjaft të mira, tepër pozitive, do të shikoni dhe ndryshime të tjera që do të keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se një bashkim familjar është më peshore, po varet sa jeni ju gati të përgjigjeni kësaj kërkese. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanit. Përsa përket luanëve, luanët duket se tani janë një farë mënyre për të ndryshuar fatin e tyre, dhe luani duket se tani ka marrë përsipër, si përmarrës nuk më thosha, të një objekti, të një biznesi, të një karriere, të një ndryshimi të madh që ka tani atutje, ku është dhe mundësia e artë për sa përket këtyre çështjeve, por dhe koha e duhur e mundësive dhe të momentit tuaj në anën ekonomike financiare, në biznes, në karrierë, në ndryshime dhe vendime që mund merrni tani atutje, ku është një kohë shumë e mirë dhe tepër perfekte mbi ndryshimet dhe takimet. Kurse në çështjet që lidhen me një takim rutinë, por do jetë shumë i rëndësishëm për juve, duke pasur parasysh lidhje me punën aktuale. Kjo do të thotë mundësi shumë e mirë për vazhdimsi të anës ekonomike. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëçit parë dhe ujor të dhjetëçit të tretë duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Për Virgjëreshat duket se tani vërtet zgjidhin disa probleme në anën e tyre, por është një moment shumë i mirë tani për sa përket kohës, periudhës që ndodhin fenomene të tilla. Por meqense Virgjëreshat kanë pasur dhe kanë një mundësi, janë të aftë për të bërë një punë të dytë, është një moment shumë i mirë, që mund ta bëjnë, sepse koha tregon që fati do për juve një punë të dytë është e mundur të ndodhi. Kurse në dashuri, edhe pse keni pasur një ndarje me gafore, por është momenti tani për ta zgjidhur, kurse edhe me bricjap, pse jo, është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur çështje problematike, mundësi të reja që do të keni, dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Peshorja. Peshorja dashura, sado që juve keni pasur probleme në lidhje me çështjet e financave, por unë ju them që kjo është kalimtare, nuk është diçka që mund të ngeleni pas dore ose disa gjëra të tjera. Por unë them dhe ju tregoj me pikë dhe me presje mbi takimet, mbi ndryshimet, mbi marrëvendime të rëndësishme, mbi periudhat që ndodhin fenomenet,
është një moment i artë. Po, është i artë, sa do ju duket të çuditshëm juve, por është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet ka të bëjnë me karrierën, vërtet ka të bëjnë me disa ndryshime pozitive, ekonomike, financiare, kurse pozicionimi i planeteve dhe koha që juve keni në dispozicion është një mundësi mjaft e mirë tani në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa çështje, me disa biznese që përpara zorse i realizonit, por vjen një moment tani realizimi dhe konkretizimi i gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 diçit parë, ujor të 10 diçit është perfekte, pak më vëmendje do të bëni me ujor të 10 diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Akrep të dashur, puna është ajo që ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me gjërat që të keni. Por një moment dhe një mundësi që është tani, është një mundësi e artë. Një mundësi që vërtet e keni në dorë juve, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket vazhdimësisë, korrektësisë suaj. Por bëni pa kujdes nga një bisedë që do bëhet, bani sekret, se të tjerë do kërkojnë nga ju disa çështje të brendshme, që thotë se ma thuj mua s'ka problem. Thoni diçka tjetër, ndryshoni temë, mos e thoni se nuk është mirë. Por në anën tjetër, në anën e punës mund t'ju bëhet një ofertë, pranojeni, do të nishtoni, do ta pranoni se nuk është diçka me dëm. Se i punë e dytë është kjo. Kurse në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me dëm është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, me qenë se shigjetarët tani për tani kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për zgjidhur problemet nga më të ndryshmet, por ka dhe diçka shumë të madhe në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të biznesit dhe të anës ekonomike financiare. Është një mundësi shumë e mirë tani, se nga tani fillojnë gjërat, ku do të zgjidhni gjëra të mira, pozitive, me punën, me karrierën, me ndryshime të mëdha, këtu tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresht dhe me dashk janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë bricjapët. Për bricjapët duket se ka ardhur koha dhe momenti juve të përfaqësoni denjësisht punën tuaj dhe të drejtën tuaj. Është momenti juaj tani. Një çështje gjyqësore, nëse mund keni pasur, do bisedoni sot. Se bisedat që do bëhen janë biseda të frytshme dhe për juve është ndikimi më fantastik i ndonjëherë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe me kafore duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa përket shenjës së ujorit, meqense ujorët duket se tani nuk ka vend për të shqetësuar, është një moment, një mundësi e artë për sa përket punës dhe çështjeve të karrierës dhe të ndryshimeve. Por tani për tani është një moment mjaft i mirë dhe supozohet që edhe ndryshimet që mund të kemi, por mundësitë e arta që janë disa mundësi shumë të mira në lidhje me funksionimin dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Ndodhin gjithashtu me karrierën, ndodhin me ndryshimin e madh që mund të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Peshqit dashur, fokusoni tek familja ditën e sotme, sepse keni lënë pak pas dore dhe një problem që ka ndodhur partje, mbylleni sot. Që është mirë për juve. Në çështjet që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin ekonomik, duket se një bashkëpunim që do bëni me shqiptar do jetë perfekt ja. Se lini pas dore. Një çështje që keni pasur në familje me problem një virgjëresh, por kjo do të thotë që keni pasur disa çështje të pazgjidhura dhe kjo bën që në fushën e dashurisë ta rregulloni dhe keni mundësi. Prandaj bini pas se është koha juaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 4 prill të 2025. Por nëse dëshironi parashikrim të detajuar, atëherë kemi faqen roza atje, e klikoni, zgjidhni paketën tuaj dhe atje pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video, Astrologo.al ngarkohet në YouTube. Dëshironi që të keni të parët në kohën që jemi live. Keni butonin atje, e klikoni pikërisht aty dhe zgjidhni problemin tuaj për gjithçka, dërgoni mesazhin për të marrë përgjigjen live. Jam Jori Pulla.
më të mirë njëroj. Ismi.